ke një peng? Peng, dëgjoj, unë jam shumë e përmbushur, po prap njeriu brenda vetes, do me thonë, ruan atë pengun e tij, kam dashur të bëj një shfaqje të veçantë. Fëmijët e mi insistonin gjithmonë që unë, edhe akoma insistojnë, që unë të bëj një teatr privat vetë, do me thonë një ndërtesë, se e kanë mundësinë, do me thonë, dhe biles para ca ditëve tha Gjeni, mami, do ta realizojmë, se Gjeni është artiste, ditë lëvizi kuklla, të këndoj, të kërcej, dhe tha, mami, mua më ka ngel si peng, tha, dhe unë do ta realizoj atë gjën, që teatri mendo ti se qa më thoshte që unë nuk e qoja fare ndërmend. Qa i teatri të jetë me emrin tënd, teatri i Katamisrit, i Bërbardhës, nuk e ti se si mund ta përkufizoj, po do me thonë që ishte teatri mami, ti je teatri mami tim, thoshte. Dhe kjo ishte diçka, do me thonë që mua më prekte, dhe i thash, qa mendon ti, i thash, unë i kam kaluar, kam punuar aq shumë, i thash unë, sa unë i kam plotësuar gjithë gjërat, i thash,